Kur Dr. Richard Greene dhe ekipi i tij u nisën në ekspeditën e tyre të fundit në Antarktik, ata menduan se i njihnin çdo cep të atij peizazhi të ngrirë. Por kur u kthyen pas dimrit të egër, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte, një pllak akulli me formë perfekte gjeometrike që ishte shfaqur nga hiçi. Kur Richardi përdori instrumentet e tija për të parë se çfarë fshihej poshtë asaj sipërfaqe të lëmuar, ai u zbeh në fytyrë. Shifrat në pajisje nuk kishin sens. Kjo nuk ishte thjesht akull, ishte një kapsul kohe që po zgjohej. Çfarë kishte brenda asaj pllake që etmeroi shkencëtarin veteran? Dhe më e rëndësishmja, kush ose çfarë e kishte ndërtuar atë formë kaq perfekte në mes të egërësirës së polit? Qëndroni me ne deri në fund, sepse ajo që zbulon brenda shpellave të fshehura të kësaj akullnaje do të ndryshojë gjithçka që dim për historinë e tokës dhe krijesat që dikur e sundonin atë. Hera e fundit që Dr. Richard Greene dhe ekipi i tij shkuan në një ekspedit në Antarktik, ata hartuan të gjithë peizazhin e akullt. Kështu, kur ata më në fund u kthyen pas dimrit dhe gjetën një pllak të formuar në mënyrë të çuditshme atje ku nuk e kishte vendin, e dinin se duhej ta shikonin më nga afër. Duke përdorur instrumentet e tyre të besuara, ata vendosën të bënin një vëzhgim të hollësishëm. Megjithatë, kur Dr. Greene lexoi pajisjet e tyre, ai u zbe. Kjo nuk mund të ishte diçka e mirë. Pas aventurës që ishte ngjitja për të arritur mbi këtë pllak masive akulli, Dr. Greene mori shpejt pajisjet e tija dhe e shpoi një vrim të vogël në akull. Ai duhej të zbulonte se çfarë po ndodhte këtu. Udhëzoi çdo antar të ekipit të tij të bënte të njëjtën gjë, ndonse të hapësiruar në mënyrë të barabartë, ata duhej të zbulonin se çfarë do të thoshte gjithë kjo. Richardi duhet të kishte vënë re kur ndodhi një vështrim në vrimën e vogël të bërë nga kazma e dëmtuar e Jamesit, por në nevojën e tij për të arritur majën, ai e kishte anashkaluar dëshminë që i ishte vënë përpara për aty. Ai kishte qenë shumë i obsesionuar pas asaj që do të ishte në sipërfaqen e kësaj cope drejt këndora akulli dhe bore. Pasi shpoi përmes një pjese të akullit, ai papritmas vuri re ndryshimin dhe ndërsa shikonte numrat që instrumentet po i jepnin, ai u zbe. Ai nuk e kuptonte si mund të ishte kjo. 1.000.000 pyetje i kaluan në mendje dhe ai e dinte se duhej të gjente një përgjigje për të gjithë. Sa i vjetër ishte ky akull? Nga ishte shfaqur? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të zbulonin brenda tij? Dr. Greene kishte pasur gjithmonë dobësi për Antarktikun. Kjo kishte qenë arsyeja kryesore pse ai kërkoi të stacionohej në polin e jugut. Ai kishte mbajtur një sy të mprejtë mbi peizazhet për shumë vite, kështu që ishte i pari që vuri re ndryshimin e rëndësishëm që kishte ndodhur gjatë muajve të dimrit. Gjatë dimrit të ashpër, kur asnjë rrezidilli nuk arrinte në polin e jugut, Dr. Greene dhe ekipi i tij ishin gjithmonë të detyruar të largoheshin nga Arktiku, edhe pse nuk i pëlqente, ai preferonte më mirë të largohej sesa të ngrinte për vdekje. Ata lanë disa pajisje në punë ndërsa ishin larg. Por Dr. Greene nuk do të kishte pritur kurrë që ajo të tregonte këto numra të çuditshme. Me një lidhje në rrjet, ai ishte në gjendje të monitoronte Arktikun, madje edhe në muajt e dimrit. Megjithatë, ajo që ai monitoroi nuk mund të ishte përgatitur kurrë për këtë. Pas kthimit të tyre, çdo person në ekipin e tij vuri re një ndryshim masiv, dhe askush prej tyre nuk e dinte se si mund të kishte ndodhur kjo dhe nga kishte ardhur. Ndonse të shihja akull në oqean dhe rreth Antarktikut nuk ishte diçka e huaj. Kjo formë specifike ishte shqetësuese që asnjë prej tyre nuk e dinte se nga mund të kishte ardhur kjo. Ishte formuar si një drejtkëndësh i përsosur, vetëm kjo ishte pothuajse e pamundur dhe sigurisht e padëgjuar. Zakonisht në skaje vëret thërmimi i akullit, por jo këtu. Duhet të marrin pajisjet tona nga kabina, u tha Richardi ekipit të tij, të cilët po huan me kokë, por nuk i larguan syt. Ata ishin të gjithë shumë të magjepsur nga enigma që ishte pllaka. Të gjithë ishin të etur për të zbuluar origjinën e saj, por askush nuk mund ta kishte pritur apo as të ishte përgatitur për atë që do të thoshte vërtet. Richardi shënoi koordinatat në ditarin e tij përpara se të udhëronte kapitenin e anijes të shkonte tek kabina. Përpara se të gërmonin më thellë në mister, ata do të kishin nevojë për pajisje që mbanin të dhënat e muajve të fundit. Ndoshta mund të ndihmonte në shpjegimin e këtij fenomeni të çuditshëm, ose të paktën Dr. Richard Greene shpresonte se do të ndodhte.
Kapiteni drejtoi anien drejt koordinatave të dhëna nga Dr. Greeni dhe së shpejti kabina e njohur dhe pothuajse mikpritëse u shfaq. Richardi i kishte munguar ky vend. Ai e donte qëndrimin në polin e jugut, kështu që të kishte një shtëpi atje në çfarëdo forme ishte e përshtatshme. Instrumentet ishin saktësisht ashtu siç i kishte lënë disa muaj më parë. Dr. Greeni dhe ekipi i tij u futën në kabinë, duke marrë gjithçka që u nevojitej për të zbërthyer misterin që rrethonte pllakën. Ai kishte vënë re se ndryshe nga akulli që e rrethonte, ajo nuk dukej se plyskonte ndërsa akujt e tjerë përplaseshin me të për shkak të rrymës së ujit. Ky e bëri atë edhe më kurioz. Pasi ai dhe ekipi morën gjithçka që mund të nevojitej, ata u kthyen shpejt në vark. Sa kishin vëzhguar, dukej se nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për të arritur tek pllaka përveç se përmes detit. Nuk dukej se kishte ndonjë lidhje me akullin rrethues. Ishte kurioze, pothuajse sikur akulli ishte shfaqur nga hiçi. Edhe ngjitja mbi pllak nuk dukej një punë e lehtë. Përveç formës këndore, ishte edhe mjaft e lartë. Masa e akullit ishte e fortë dhe e palëvizshme pranë varkës që lëkundej. Kazmat e akullit urdhëroi Dr. Greeni, ndërsa ai dhe ekipi i tij morën pajisje për siguri dhe ngjitje. E vetmja mënyrë se si mund të ngjiteshin atje ishte përmes atyre kazmave. Dukej sikur gjithçka po shkonte pa asnjë pengesë derisa i rekruari i ri Jamesi filloi ngjitjen e tij. Ishte hera e tij e parë në Antarktik dhe mungesa e përvojës u trugua menjëherë. Dr. Greeni qëndroi i qetë duke vëzhguar me kujdes nga poshtë. Ai priste gjithmonë në fund, duke u siguruar që të gjithë të tjerët të ngjiteshin të sigurt përpara se që të ngjitej ai vetë. I gjithë ekipi ishte i lidhur militar, por një tronditje papritur nga pesha e plot e Jamesit mund t'i vinte të tjerët në rrezik. Ekipi vazhdoi ngjitjen e tyre, duke gëdhendur shtigje metodike në faqen e pirët të icebergut. Kur më në fund arritën në maj, pamja para tyre ishte papritur, sipërfaqja ishte jashtëzakonisht e lëmuar, duke u shtrirë si një plan ilustruar i bardhë. Nuk kishte kreshta, as çarje, asnjë nga formacionet kaotike tipike për akullin e Antarktikut. Drita e zbektë e diellit reflektoi në mënyrë të barabartë nëpër sipërfaqe, duke krijuar një qetësi rrënqethëse pothuajse artificiale. Të shqetësuar për sigurinë, Dr. Greeni urdhëroi një antar të ekuipazhit të qëndronte në vark për të mbajtur komunikimin. Me sinjalin e Greenit, ekipi u shpërnda nëpër akullin e pacenuar. Pajisjet u shpaketuan, sondat u montuan dhe instrumentet u kalibruan. Çdo lëvizje ishte e qëllimshme, e praktikuar dhe e heshtur. Greeni vendosi sondën e tij mbi një vend të zgjedhur me kujdes. Zhurma e sondës që shponte heshtjen rrënqethëse ndihej pothuajse invazive. Ndërsa Maja shponte në akull, ai vëzhgonte leximet në instrumentet e tij, duke pritur të dhënat e zakonshme treguese të përbërjes dhe moshës së akullit. Leximet sugjeruan diçka të pazakontë nën sipërfaqe. Ai kontrolloi instrumentet për gabime, por të dhënat mbeten konsistente, duke ngjallur si eksitim ashtu edhe shqetësim. I vendosur për të kuptuar anomalitë. Dr. Greeni urdhëroi shpime në disa lokacione anë mban icebergut. Ekipi lëvizi shpejt, rutina e tyre tani drejtohej nga urgjenca. Përparimi i tyre ndaloi kur fluska të çuditshme ajri u shfaqën brenda akullit. Dr. Greeni menjëherë njohu rëndësinë e tyre potenciale. Ai vuri re në dukje ndryshimet në madhësi dhe shpërndarje, duke vërejtur se sa të qëllimshme dukeshin modelet. Duke kuptuar se u mungonin mjetet e duhura për të analizuar fluskat, Dr. Greeni dërgoi disa antarë të ekipit përsëri në varg për pajisje të specializuara. Ndërkohë, Greeni, Sasha dhe një grup i vogël mbeten mbi iceberg, duke shënuar zonat me përqendrim më të larta të fluskave. Kur pajisjet mbritën, filloi analiza e detajuar. Çdo flusk u ekzaminua dhe u regjistrua. Dr. Greeni teorizoi se këto formacione mund të ruanin gjurmë jetike për origjinën e icebergut, duke zbuluar mundësisht procese që nuk ishin vëzhguar kur më parë. Të inkurajuar nga ngjetjet e tyre, ekipi vendosi një sondë më të madhe të aftë për të arritur shtresat më të thella. Ajo që doli i la të shtangur, fluskat nuk ishin xhepa të izoluar, por hyrje në shpella të fshehura të ngulitura brenda icebergut. Duke kuptuar rëndësinë, Dr. Greeni filloi përgatitjet për një ekspedit brenda shpellave. Ai përzgjodhi antarët më me përvojë dhe u sigurua që të ishin të pajisur për kushte ekstreme.
Me përgatitjet e përfunduara, ekipi hyri me kujdes në shpellë. Brenda akulli formonte forma gjigante dhe mure që shkëlqenin të ndriçuara nga llampat e tyre të kokës. Ndërsa guxonin të shkonin më thellë, ekipi hasi skena të një bukurie të ngrirë që dukej pothuajse surreale. Stalaktitet vareshin si shandane dhe muret e akullit shkëlqenin me modele që i ngjanin arti të lashtë të ndërlikuar. Këto formacione të paprekura dhe të ruajtura për mijëra vjet përcjellin një ndjenje të amshimit. Sa më thellë udhëtonin, aq më rënd bëhej heshtja. Përveç kërcitjes së çizmeve dhe pikimit të zbetë të akullit që shkrinte, shpellat ishin rënqedhëse. Izolimi ushtronte presion mbi ta, duke krijuar një ndjenjë shkëputjeje nga bota e lartë. Me kalimin e kohës, stresi psikologjik filloi të shfaqej. Ankthi dhe dyshimi qëndronin në sipërfaqe. Megjithatë, ekipi mori forcën nga njëri tjetri. Disa raste të rrezikshme përforcuan rreziqet me të cilët përballeshin. Antarët e ekipit u shpëtuan vetëm nga reagimet e shpejta kur ishin gati të bënin në çarje të fshehura. Në thellësi të shpellave, ekipi hasi në një pamje që të linte pa frym. Kafsh dhe entitete të tjera të ruajtura në mënyrë të përsosur në akull. Ishte sikur koha të kishte ndaluar, duke kapur këto krijesa në një tablo të ngrirë. Çdo zbulim ishte një dritare në një botë të lashtë, duke zbuluar lloje që kishin ecur mbi tokë mijëra vjet më parë. Ruajtja ishte aq e përsosur sa dukej sikur ato mund të zgjoheshin në çdo moment. Dr. Greene dhe ekipi i tij spekuluan se këto krijesa ishin nga një botë prehistorike, duke ofruar njohuri të paçmueshme për të kaluarën e largët të tokës. Me kujdes ekstrem, ekipi filloi mbledhjen e monstrave dhe dokumentimin e gjetjeve të tyre. Ndërsa hetimi vazhdonte, gjetjet u bën më domethënëse. Modelet brenda akullit filluan të shfaqeshin, duke zbuluar një rrëfim shumë më kompleks se sa pritej. Flora dhe fauna ishin thurur së bashku në një rekord të ngrirë të jetës nga mijëra vjet më parë. Ndërsa navigonin më thellë, ekipi hasi diçka të papritur, formacione shkëmbore të ngulitura brenda akullit. Dr. Greene konsideroi mundësinë e aktivitetit sismik të kohëve të fundit. Ai teorizoi se lëvizja tektonike mund të kishte ekspozuar akullin e tokës të varrosur gjatë në ndet, duke sjellë si shkëmbin ashtu edhe jetën e ruajtur në sipërfaqe. Në një moment zbulimi, Dr. Greene propozoi një teori revolucionare. Icebergu nuk ishte akull tipik deti, por akull toke i zhvendosur nga aktiviteti sismik që kishte ngritur seksionet të fundit të detit. Ky shpjegim llogariste si formacionet shkëmbore, ashtu edhe ruajtjen e jashtëzakonshme të jetës së lashtë brenda akullit. Ky kuptim e transformoi misionin e tyre. Akulli i tokës, dikur i zhytur për epoka, mund të përmbante rekorde jetike të ekosistemeve prehistorike dhe mundësisht shenja të hershme të pranisë njerëzore. Implikimet shkencore ishin imense. Gjetjet e tyre ofruan perspektiva të reja mbi ndryshimet klimatike, lëvizjet tektonike dhe evolucionin e ekosistemeve të lashta. Ekipi e kuptoi se ky zbulim mund të rimodelonte kuptimin shkencor se si mjedisi i tokës kishte ndryshuar me kalimin e kohës. Ndërsa ekipi përgatitej të ndante gjetjet e tyre me botën, ata reflektuan mbi ndikimin e thellë të zbulimit të tyre, duke e ditur se puna e tyre shënonte fillimin e një kapitulli të ri në kuptimin e historisë së planetit tonë.